dhe ai faktikisht ka në duar çështje që thuaj se kanë mbaruar. I ka në duar dhe mundet t'i finalizoj me akt akuza. 20 janarin duhet me çdo kusht ta çojë në gjyq se ka në dorë dhe thuaj se ka të përfunduar. Në rast se Dumani do ta çojë 21 janarin në gjyq, atëre ai në gjyq pra e kanë çuar ata gjysmën ose më mirë çerekun e dosjes së Gërdecit, sepse po gjykohet Fatmir Mediu dhe ai do ta marrë dënimin e merituar për Gërdecin. Por pjesën tjetër që ka veçuar Dumani dhe që po e heton dhe që faktikisht ajo është e mbaruar si hetim, po duhet ta dërgoj edhe atë me njëherë në gjyq kundër Shkelzem Berishës, Sali Berishës, edhe bashkëpunëtorëve të tyre që bën atë masakër në Gërdec dhe që më pas për të mbuluar krimin bën vrasje të tjera, vran Trebickën me urdhër të Sali Berishës dhe të Shkelzem Berishës, iku Trebicka, dëshmitari kryesor i ngjarjes, edhe ai që e denoncoi në Departamentin Amerikan të Shtetit këtë krim. Pra, nëse e çon edhe këtë dosje në gjykat, nëse e çon me njëherë dosjen e korrupsionit lartë shtetëror që Sali Berisha bëri bashkë me Damian Fazlić, të cilin e bëri pjesëtar të familjes nga njerëzit më të besuar të Slobodan Miloševićit, edhe njeriu e familjes së Slobodan Miloševićit, i cili me vendimet Këshillit të Ministrave të Saliut, me firmën e Sali Berishës, ju dhan 105 milion euro, pra që ja grabiti pasurisë së Shqipërisë dhe shqiptarëve, në rast se ai do t'i çojë brenda dhjetorit këto çështje me akuza se i ka të gatshme në gjykat për të gjykuar, ai do vlerësohet me notën 9. Po në rast se ai do t'i mbajë ende në dorë këto, shtatën e ka të tepërt. Domethënë, deri në 7 mund të arrijë vlerësimi për të. Avokat, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, para disa ditësh ka kaluar në eshtje, por gazetari dhe historiani Arben Lalla ka publikuar disa foto të Vangjel Dules me Fredi Belerin me flamurin e Vorjo Epirit. Çfarë mesazhi kërkojnë t'i japin përsëri dhe duket se Beleri përsëri nuk i ndahet Bashkisë së Himarës. Çfarë po ndodh konkretisht, avokat, edhe pse në Shqipëri nuk bëhen publike këto foto, qofse ne nuk u lumtojmë të gazetarët e tjerë cilët kanë guximin t'i publikojmë, ne s'kemi asnjë informacion. Lidhur me temën, domethënë, për sa i përket raporteve me Shqipërinë dhe shqiptarët të Vangjel Dules edhe të Fredi Belerit, edhe çfarë synime kanë ata kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, me ke bashkëpunojnë këtu, kanë ata alat e tjera, edhe kush i mbështet ata në këtë antishqiptarizmin e tërbuar të tyre e të tjera, është një problem që unë mundet t'ua jap juve, por lidhur me atë që më përmendet që i paska nxjerrë këto foto Arben Lalla, pra të kam rezervat e mia dhe dyshimet e mia, sepse është një njeri që bën sikur e lufton shovinizmin grek, edhe por nga ana tjetër është një njeri që ata që janë në frontin e parë dhe që kanë vuajtur mikurisën e tyre edhe burgjet e egra nga shovinistët serbo, grek, edhe nga misionarët e tyre Berisha me shok e tjera, ai më shumë lufton këtë element edhe kjo i vë pikpyetje të mëdha figurës tia, edhe në këtë drejtim, domethënë, duhet jemi syçelt, duhet jemi t'i japim syt ashtu siç duhet ne shqiptarët. Por Fredi Beleri është një misionar i ashtu quajturit Vorjo Epir, synim i ka hershëm grek për ta bërë jugun e Shqipërisë Greqi. Ne dim historinë fare mirë, dim se çfarë ndodhi, çfarë masakra bën grekët në 1914
posaçërisht në jugun e Shqipërisë, në gjithë Labrin dhe në gjithë fshatrat e tjera, me çfarosje, me genocid të jashtëzakonshëm, dhe një genocid i cili ka qenë shumë herë më i rënd se sa ai turk kundër armenëve, por që ne nuk kemi shtet, nuk kemi institucione, nuk kemi akademi shkence, se po të kishim të tilla, ne do t'i evidentonim si ç'duhesh këto masakra të shovinistëve grek kundër shqiptarëve, do t'i nxirrim ato të sakta me numër, me deme reale, sa do t'ishin vlerat e tyre përveç njerëzve të vrarë e tjera me radhë, dhe do dënohesh Greqia si shtet genocidist kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe ata në vend që të dënohen, ata vazhdojnë me emisarët e tyre, dulen e partisë greke, se çfarë do një parti greke në mes të Shqipërisë, dhe që ngret degë edhe në Kuks, edhe në Kuks i kërkon grekrit, pra se çfarë do një parti e tillë etnike, çka është ndaluar dhe me ligj, edhe në Kukës të ketë grek? Po, kanë organizat greke. Omonia është Greqi, në Kuks. Në Kuks, po kjo çmenduri mo Po avokat. çmenduri s'ka ku të vej më, edhe atje kandidon Omonia. Dion ta shtrish domethënë këtë organizat neofashiste do thoshja unë, sepse të gjitha veprimet i bën të tilla me dulen i cili mban mbas vetes edhe e ndërsen një kriminal kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, kriminal kuptimin e vërtet fjalës, sepse na cënoi integritetin territorial të Shqipërisë, na cënoi ne pavarësinë e Shqipërisë, na cënoi sepse u fut me forca shoviniste greke në postën kufitare, na i shkeli, na i përdhunoi kufirin dhe brenda në post na vrau komandantin, na vrau dhe një ushtar, dhe ai merr guximin. Greqia e dënon për armbajtjen pa leje, e dënon pikërisht për ato armë që morin në postën e kufirit të Shqipërisë. Pra për armët që na morin ne, e dënon për armbajtje pa leje Greqia, kurse ne duam ta bëjmë kryetar bashkie. Sali Berisha, Ilir Meta doni ta bëni kryetar bashkie. Pse? Sepse me dharami